Mira Murati, inxhinierja shqiptare që po formëson të ardhmen e inteligjencës artificiale. Fëmijëria dhe arsimimi i hershëm. Mira Murati lindi më 16 dhjetor 1988 në qytetin bregdetar të Vlorës, Shqipëri, në një periudhë kur vendi sapo kishte nisur hapjen e tij ndaj botës pas rënies së komunizmit. Ajo u rit në një mjedis që vlerësonte dijen dhe zhvillimin intelektual. Prindrit e saj, të arsimuar dhe me mendësi përparimtare, e mbështetën në çdo hap të formimit të saj akademik. Në moshën 16 vjeçare, ajo fitoi një bursë për të studiuar në një nga institucionet më të njohura ndërkombëtare për të rinj të talentuar, Pearson College, në Kanada, pjesë e rrjetit prestigjioz United World Colleges. Ky institucion është i njohur për edukimin ndërkulturor dhe përgatitjen e liderëve të ardhshëm global. Aty, Mira pati mundësinë të ndërvepronte me student nga mbi 100 vende, gjë që i zhvilloi më tej aftësitë e saj të komunikimit dhe perspektivën globale. Studimet universitare dhe përqafimi i inxhinierisë. Pas përfundimit të suksesshëm të shkollës së mesme në Kanada, Murati vijoi studimet e larta në Dartmouth College, një nga kolegjet më të njohura në SBA, pjesë e Ivy League. Ajo studioi inxhinieri mekanike, duke u diplomuar në vitin 2012 nga Thayer School of Engineering. Në Dartmouth, Mira nuk u shqua vetëm për rezultatet akademike, por edhe për interesin e saj të thellë ndaj ndërthurjes së teknologjisë me ndikimin social. Gjatë studimeve, ajo mori pjesë në projekte të ndryshme kërkimore dhe zhvillimore që shkonin përtej praktikës inxhinierike tradicionale. Karriera e hershme në industri. Tesla dhe realiteti i shtuar. Pas diplomimit, Murati nisi karrierën në industrinë e teknologjisë, fillimisht në Zodiac Aerospace, ku punoi në fushën e aeronautikës. Por momenti i kthesës në karrierën e saj erdhi kur u bashkua kompanisë Tesla Motors në vitin 2013. Në Tesla, ajo mori rolin e menaxheres së lartë të produktit për modelin X, një nga modelet më ambiciozet të kompanisë. Murati u dhoqi ekipet që punuan në kompanitë kyçe, si sistemi derës së pasme me hapje Falcon Wing, që kërkonte zgjidhje të reja inxhinierike. Puna e saj në Tesla shërbeu si një laborator i shkëlqyer për përvojën në dizajnin e sistemeve komplekse dhe inovacionin në shkallë të lartë. Më vonë, ajo kaloi te Leap Motion, një startup që po eksploronte ndërveprimin njeri kompjuter përmes gjesteve dhe teknologjisë së realitetit të shtuar. Si zëvendës presidente e produktit dhe inxhinierisë, ajo punoi për të krijuar mënyra të reja që kompjuterët të kuptojnë lëvizjet e dorës së njeriut, duke hapur rrugë për aplikime të reja në AR dhe VR. OpenAI, një kapitull transformues. Në vitin 2018, Mira Murati u bë pjesë e kompanisë OpenAI, një organizatë kërkimore që kishte si mision të sigurojë që inteligjenca artificiale të sjellë përfitime për mbar njerëzimin. Fillimisht, ajo u emërua zëvendës presidente për AI të aplikuar dhe partneritete, ku mori drejtimin e aplikimeve të hershme të AI, si dhe bashkëpunimet me kompani të mëdha teknologjike si Microsoft. Ajo shpejt u ngjit në hierarkinë e kompanisë pa vizionit të saj dhe aftësisë për të balancuar shkencën, etikën dhe tregun. Në maj 2022, ajo u emërua Chief Technology Officer i OpenAI. Në këtë rol, Murati ka qenë truri strategjik pas zhvillimit të disa prej produkteve më revolucionare të AI. ChatGPT, model gjuhësor që u bë globalisht i njohur për aftësinë për të komunikuar natyrshëm dhe për të zgjidhur probleme në një gamë të gjerë fushash. DALL-E, një sistem që gjeneron imazhe nga përshkrime tekstuale. Codex, një sistem që kupton dhe gjeneron kod programimi. GPT-4, modeli më i avancuar gjuhësor deri më sot nga OpenAI, që integroi aftësi shumë të larta në të kuptuar, analizë dhe kreativitet. Murati ishte gjithashtu një zë publik shumë i rëndësishëm për OpenAI. Ajo theksoi vazhdimisht të nevojën për rregullim të mirëfillt të AI, duke paralajmëruar për rreziqet që lidhen me përdorimin e papërgjithshëm të kësaj teknologjie dhe duke bërë thirrje për bashkëpunim global për etikën e AI. CEO e përkohshme dhe përballja me krizën. Në nëntor 2023, kur Sam Altman u shkarkua papritur nga bordi OpenAI, Murati u emërua CEO e përkohshme, gjë që i dha një ekspozim edhe më të madh mediatik. Megjithse kjo periudhë zgjati vetëm disa ditë për shkak të kthimit të Altmanit, pozicioni i saj si një lider i qëndrueshëm, etik dhe vizionar u forcua edhe më shumë. Largimi nga OpenAI dhe themelimi i Thinking Machines Lab. Në shtator 2024, Murati njoftoi se do të largohej nga OpenAI për të ndjekur një vizion të ri personal. Në shkurt 2025, ajo themeloi startupin e saj, Thinking Machines Lab, një kompani me qëllim për të ndërtuar AI të bashkëpunueshme me njerëzit me etik dhe vizion humanist. Kompania mblodhi brenda pak muajsh një ekip elit prej rreth 30 inxhinierësh dhe kërkuesish nga kompani si DeepMind, Meta dhe vetë OpenAI,
Një nga bashkëpunëtorët e saj më të rëndësishëm u bë Bob McGrew, një emër i njohur në botën e kërkimit AI. Çmime dhe njohje ndërkombëtare. Në 2023, revista Time e përfshiu në listën Time 100 Next për liderët që po formësojnë të ardhmen. Në të njëjtin vit, ajo u rendit në listën e Fortune si një nga 100 gratë më të fuqishme në biznes. Në 2024, Dartmouth College i dha një titull nderi Doctor of Science për kontributin e saj në përparimin e shkencës dhe teknologjisë. Trashëgimia dhe ndikimi. Mira Murati është më shumë se një inxhinier apo një CEO. Ajo është një vizionare që po ndihmon njerëzimin të kalojë në një epokë të re të inteligjencës, ku teknologjia nuk është thjesht një mjet, por një bashkëpunëtor i njerëzit. Si një grua shqiptare në zemër të teknologjisë globale, ajo është frymëzim për brezat e rinj, jo vetëm në Shqipëri, por në të gjithë botën.